Ore, ti po e betonizon detin. Zonë të mbrojtur. Po betonizon detin. E ke parë Sazanin ti, si është mbushur tani, e ke parë apo se ke parë? Pikërisht aty vim të detaj. Me gjarprinje ke. Plot e ke me gjarprinje, ka betonizimi ma ti. Pa e ke parë projektit? Ato pjesë të Mi pra, le të diskutojmë projektin, le të zbatën detajet. Shiko, që ka ndodhur deri tani? Që ta flasim, fole për Antalën, ajo që ka ndodhur deri tani është që 10% është lënë për hotele, 90% është lënë për komplekse banimi. Ne po bëjmë, akoma po bëjmë dhe asnjëherë nuk është bërë ky diskutim. Ma është zhvillim ky? Shumë serioze, pse ka... Po shesim beton. Kemi Gjirin e Lalzit, e ke 90% komplekse banimi, 10% ke hotele, shqyqyr ka ndonjë hotel të mirë. Ke këtë kompleksin e fundit në Rio, se ka dalë tani projekti, 10% është hotel, 90% janë ndërtesa ngjitur. E njëjta gjë në Palas, e njëjta gjë në Dërmi. Tani, a ka mundësi të mos jetë prapë ky model në këtë 8 kilometrat e Zvërnesit që kanë betë? Ne nuk e dim. I njëjti model mund të jetë. Një hotel, jo, ka nevojë për diskutim. Në realitet është ajo që thotë, nuk ka një investim se do vija i të investoj vërtet 4 miliard. Nis projekti, si që do të rruga, do bëjnë infrastrukturë, e të tjerë, blejnë shqiptarët, sepse të vetëm mundësi që kanë shqiptarët është të investojnë në ndërtim, kjo është parë të pak të vitet e fundit, kështu që do blejnë shqiptarët dhe do financojnë ndërtimin. E njëta skem në Durrës, e njëta skem në Vlorë. Jo, diskutimi është se u bët 3-4 ditë që ne dëgjojmë. Nuk është dhënë leje ndërtimi, është dhënë leje zhvillimore. Nëse unë do kisha leje zhvillimore, ne gjykonim sot ndryshe, sepse ajo të flet për intensitetin e ndërtimit, për numrin e kateve, pra një koncept ide, e cila miratohet dhe të hapet rruga për të dorëzuar projektin arkitekturor, arkitektonik, e të tjera, e të tjera. Modelin investimi. Pra atë dosin e madhe. Po unë nëse do kisha, do të thoja, okej, nëse është me 1 kate, me 2 kate, si që folet, jemi shumë rregull, mund t'i ruash ato flamengot. Pra, nëse diskutohet që gjithë këtë gjë, është se po shkatrojmë peisazhin natyror, biodiversitetin, edhe po na ikin ato flamengot. Qa fitojnë ne aktualisht Ne nuk kemi asnjë gjë. Dhe kjo është ajo pjesa që është diskutimi transparent. Ores, dakord, ky Trumpi, ose